Krasniqi. Nderuar zotëri kryesuesi i Konventit, të nderuar zotëri kryetar, të nderuar kolega asamblesë, nderuar zotëri Zimet Emi, për prezencën, për nderin, për respektin që keni treguar për ne, të nderuar veteran të OÇK-s, familjarë të heronjve, familjarë të dëshmorëve, familjarë të martirëve, aktivistë shtetkombëtare, të nderuar kryetari i Bashkisë Islame në Rovet, Efendi Shani Sylka, të nderuar kryetarët e Komunës Ravesi, gjithë të pranishëm. Jemi këtu që të përkujtojmë ditën e shënuar të historisë së komunës tonë, ditën e çlirimit të komunës Ravecit. Gjendin sot këtu, në 26 vjetorin e çlirimit të komunës tonë, në këtë ditë të pashtë e me diell, por sot 26 vjet më parë, qielli i Ravecit ishte mbushur me thirrje, gëzimi dhe tym baruti fitimtar. Fituam një luftë kundër një pashtuesi që me shekuj shtroi dhunë, vrasje dhe dëbime të vazhdueshme ndaj popullit shqiptar. Dhe kjo fitore erdhi fal sakrificës, sublimet të djemve dhe vajzave të popullit që vunë idealin e lirisë së ardhëut përpara jetës së tyre, erdhi si rezultat i rrugtimit të përpjekjes gjeneratave të tëra, angazhimit të shumë aktivistëve të ilegalës, sakrificës pasore të vitit 90-ta, besimit të cilës sreshti se pushtuar i kur përmes angazhimit pasor vizionar të udhëhequr nga presidenti Ibrahim Rugova, dhe dritë e lirisë ishte lufta e ushtrisë shërbëtare e Kosovës, që me ndihmën e aleatëve e bën çlirimin e Kosovës, e bën çlirimin e komunës tonë. Të nderuar pranishëm, para nesh këtu në sallë kemi veteran të luftës, njerëz të cilat kanë armikun në sy. Këta këtu edhe të tjerë që nuk i kemi prezent janë burra dhe gratë që luftuan okupatorin, janë trimat që çliruan në dheun, janë herojt që i dhanë fund luftës. Respekti e mirënjohja jonë për ju dhe është pa kushte. Ajo çfarë bëri të rrezikonin jetën, çfarë frymëzoi në ato ditë vështira ishte ideali, besimi, besnikëria dhe dashuria për atë. Çlirimtarët tanë kishin besim se ajo që po bënin ishte e drejta, besim që po luftonin për familjet dhe shtëpitë e tyre, besim se ideali i lirisë është gjëja më e shtrenjtë dhe më sublime. Ka një diferencë të thellë morale mes përdorimit të forcës për liri dhe përdorimit të forcës për pushtim. Ata ishin çlirimtarët, jo pushtuesit. Prandaj nuk patën asnjë dyshim te kauza e tyre madhe, dhe e drejta ishte në krahun e tyre. Ka disa gjëra për të cilat ja vlen të vdesësh. Një prej tyre është liria e thot. Dhe ata djemë vajza në lullën e rinisë e ndronin lirinë e Kosovës. Ata luftuan kundër tiranisë për një të ardhme me dëmtim. Gjithmonë në raste të tilla thuhet se puna nuk mbaron këtu, se përvjetorët të tjerë na presin dhe se ditë më të mirë do të vinë. Natyrisht që asgjë nuk mbaron këtu, po varet se si ne të gjithë së bashku do ta bëjmë vendin tonë, do ta bëjmë komunën tonë një vend më të mirë për fëmijët tonë dhe për kombin tonë. Prandaj sot shprehim mirënjohjen e thellë për të gjithë ata që sakrifikuan për lirinë e Kosovës, për miqtë tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, NATO-n dhe të gjithë shtetet demokratike që qëndruan krah Kosovës në momentet më vendimtare dhe përkullimi përjetësisht luftëtarëve të ushtrisë shtetërore të Kosovës. Dhe të jetë kjo ditë kujtimi i sakrificës, ndjenja e kënaqërisë dhe udhëfys për të ardhmen tonë të përbashkët. Urimat e dita e çlirimit të Ravecit, ju falenderoj, ju gëzoj çdo të mirë.